Kënaqësi mes jush. Po e nisim sepse pikërisht për shkak të protestave të mëdha ka pasur kërcënime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithsesi nga presidenti Donald Trump, dhe a mund të themi Bilali se jemi afër një përshkallëzimi të madh atje? Kemi qenë afër parëmbram, ka qenë informacionet e fundit, Reuters bile ka thënë se pritet çdo moment brenda 20 sekondë do të ketë goditje. E vërteta, më duket që qëndron ashtu, që u mbet vetëm kështu urdhësa e Trumpit. Por në momentin e fundit të shërbimet inteligjente amerikane kanë kërkuar që të prolongohet. Arsyet janë të më duket të mos përgatitjes së kapaciteteve, sidomos të aeroplanbajzëve, atyre që kanë qenë në detin jugor, dhe është një kohë për të ardhur deri te deti arabik në Oqeanin Indian. Dhe mendoj që nuk është të tëra kjo. Më duket që informacionet kanë qenë që thom drejtën para një jave, 5 Ilyushin 76 që bajnë transportet prodhimit rus, bili ukrainas në kohën e Bashkimit Sovjetik, nga Minski kanë ardhur në Tehran. Dhe dyshohet që ka sjell elektronik që lidhet edhe me pengimin ose tham kështu vërbimin që ka bë Starlinkut të Moskut. Dhe kjo ka qenë ndoshta ajo panika donjëherë generalt pa shërbimin inteligjent të tyre, 16 shërbime brenda Amerikës, të cilat kanë pru informacionet e sigurta që për këtë kohë është rrezikshme të goditet Irani. Mendoj që situata është ende nxehtë, mund të pritet çdo moment të kemi goditje amerikane, nuk kam duket pështim, meqense për mua janë 3 skenar, protestat, të cilat kanë nisur për problemet e brendshme ekonomike në Iran, realisht. Por pastaj kemi deklaratën e Trumpit që po që se vritën protestues do ndërhyj, që nuk doli ashtu, dia tha që o ndal vrasja. Por janë ndaluar ekzekutimet apo jo? Jo, është ndaluar, ka informacione që ai dialog. Pikërisht për këtë djalë fotografi, ka raportime. Po raportime, po që është ndaluar ekzekutimi i tij. A mund të jetë kjo pikërisht nga deklarata Trump se do ta sulmojë në rast se do të ndërmarr nuk apo nuk ka të bëjë me Gjaki, shef, tash konfirmi, është një kohë lufte speciale, flitet shifra pej 500 deri në 3000, 3500 të vrarë. Nga ana 2 edhe forca sigurisë kanë të vrarë. Do thotë skenari i parë ka qenë për brenda të bie regjimi. E dyta goditja dhe treta që mendoj do jetë ndarja e Iranit në një 7 mini-shtete. Marrë mendimin e zotit Hajrizi pikërisht për gjitha këto që po i diskutojmë sot, pra po përballet Irani ndoshta me një moment vendimtar që mundet me ndryshu strukturën e pushtetit në vendit. Po, natyrisht është